Afër 270 trupa shtesë u dislokuan këtë javë në mbështetje të misionit paqërues të NATO-s në Kosovë. KFOR-i njoftoi se këta trupa janë nga rezervat operacionale të Shqipërisë, Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë. KFOR-i tha se personeli i dislokuar do të operojë në bazë të parkohshme së bashku me 200 forca rezervë që veç se janë dislokuar në Kosovë nga brigata italiane Sassari. Këto përforcime së bashku me trupat e KFOR-it rrisin aftësinë e KFOR-it për t'u përgjigjur çdo zhvillimi në situatën e sigurisë në pajtim me mandatin e saj të gjatë në OKB, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999, thuhet nga KFOR. E bashkëpunim të mirë me pjesëtarët e KFOR-it ka dhe Policia e Kosovës. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me KFOR-in, nëse shtohet numri i tyre dhe ata janë në veri të vendit, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ta. Nuk ka diçka për me theksu përveç asaj se ne jemi partner të vërtet me ta. Edhe është një vlerë shtuar për veriun që trupat e KFOR-it të jenë këtu, tha zëvendës drejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e veriut Veton Elshani. Njësi i sigurisë Shkëllzen Sopjani thotë se kushtimi i trupave të NATO-s po bëhet në bazë të vlerësimit që bën vetë KFOR-i në terren, në bazë të vlerësimit periodik që i bën vetë KFOR-i dhe NATO për situatën e sigurisë, dhe po e shohim që jemi vetëm në rajon, por edhe ne arenën ndërkombëtare globale kemi, nëse mund të themi, një përkeqësim të situatës së sigurisë në përgjithësi. Po e shohim që ka zhvillime goxha të mëdha edhe në Europë, tha Sopjani. Sipas tij, qëllimi kryesor është parandalimi i tensioneve, por edhe si mesazh për Serbi në rast se tenton ngritjen e tensioneve. Qëllimi është parandalimi i përshkallëzimit të ndonjë përkeqësimi të situatës së sigurisë, edhe dëmgimi i porosive tek aktorët me theks të veçantë. Është e shoh te Serbia. KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë, pas Policisë së Kosovës dhe EULEX-it, misioni i NATO-s, veç të tjerash është përgjegjës për sigurinë e vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. KFOR-i ka rritur praninë sa herë që situata ka qenë e tensionuar në Kosovë, sikurse ishte sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit 2023.